just a boy who's been happily avoiding everyone. Get nothing done. And nobody else in this room makes any sense except for you. I don't know how you do it. I don't mind if we just stay here, lay beside me for a while, 'cause I have never met somebody who can take all of my pain away now. You're just a girl who's been mirë se erdhët në një vlog tjetër, që televizori im duket aq shumë i vogël aty, por ajo pjesa aty është pjesa më e vështirë e shtëpisë tonë, që nuk është mobiluar dhe do blem një mobilje për aty, por po shohim, nuk kemi gjetur diçka që na bëj kërtap. Vajta mora një pako, mora një pako, ma kishte sjell një brand super i mirë, që është Select. Do ua tregoj më vonë se i hapa, i provova ta më bënin, thjesht i kam lënë rrëmuja aty mbi divan, sepse përkulloja pak shtëpinë, lava enët, dje nuk i kam larë enët në darkë, kam qenë shumë keq, pasi xhirova videon të gjitha, u bëra jashtëzakonisht shumë e lodhur, shumë e kputur, koka vazhdon të më dhimbte jashtëzakonisht shumë, edhe sot jam me dhimbje koke, mendoj se po marr virozën. Edhe ja hedh fajin shokut të rejas, kush i sheh videot dhe e njeh Alvio. Ja hedh fajin atij sepse gjithmonë në Tiranë, kurse mure ai, s'muresha edhe unë, sepse i thëra rejas që ma sjell ti gripin, edhe i them tash që ne që kam folur shumë në kamerë me ti me motër, ke qenë dhe ti së murë edhe me nxitur gripi, i them ma ke sjell shumë e post, edhe talleshim bënim shaka. Vajta bëra edhe pak pazar, sepse ku ishte posta ishte dhe turku, që kështu mora një shport me pazare. Po a tregoj se kam shumë kohë këtu që nuk bëj supermarket haul, apo jo s'kam jo, një javë gjysmë kam qisha te Kauflandi me Anden. Këto janë pazaret e thjeshta me fruta që ne marrim çdo kohë, banane. Këto ishin tek ku mora këto më. Këto i mora te Aldi, se është edhe një Aldi përballë, që ky turku ku vete unë ka shumë të vështirë parkimin dhe kjo mundja këtu punon. Edhe vetë parkoj te Aldi, marr një dy gjëra te Aldi, ai është përballë. Do makinën te Aldi vetë të turku, pastaj se me di parkoj atje. Mora palltuxhan, kam thënë vetëm në Gjermani mund të shiten gjërat me cop. Një palltuxhan 60 cent, mora 3. Mora moll, pastaj këto i mora te Penny dhe ju do thoni herë se po ti çfarë bën. Në rrugës ndala se më duhet ngjitës për pakot e vintage-it, se më kishte mbaruar tek Aldi s'kishte, te turku s'ka, e mora te Penny. Mora dhe një trangull, këtë se di ku mora. Arsye pse vajta te turku është mish i grirë, sepse e ka shumë të mirë. Edhe se ishte rritur çmimi, me thënë të drejtën, kishte vajtur 12 euro kilja, ka pas qenë 9. Më vjen shumë keq për këtë gjë. Mora dhe ca domate. Këto se di ku i mora. Te turku i mora këto, ngjyra. Mora një sallatë jeshile. Qa mora tjetër? Në palltuxhanin tjetër. Këto mora. Do bëj sot qofte, edhe do i bëj në tavë me patate. E kam pa ca veta që i kanë bërë dhe duken shumë të shishme, tash po e provoj dhe unë. Unë po më skadonin në raviolit, po vendosja këto në frigorifer dhe pash që këto po më skadonin. Dhe kam pa një recetë të thjesht, këto janë për 1 vjet e gjysmë, që kështu besoj se do ngelen pak për Andin. Edhe është drek, është ora 2, Andi vjen orën 10, tash po i bëj qoftet më vonë. Që kështu do ju tregoj një recetë super të thjesht. Vendos spinaq, hedh këto, hedh një dorë me domate, po domate qershi, edhe pastaj hedh sipër një mozzarella, pak vaj ulliri, krip, piper dhe e vë në furrë për rreth 20 minuta derisa kjo të shkëri. Tani është hera e parë që unë do e provoj, do ju them më vonë se si do dali, që kështu këto do bëj se kam frikë mos prishen, se s'ka dojnë nesër, që kështu ti haj. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help.
Yeah, you always make me feel like home. Yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out my mind. I just can't stop thinking about you. Se kam ndezur muzikën 10/10, provojeni, super spektakël. We're not gonna make it. I don't feel the same as you. Why should I fake it? I don't love you like I used. Qofte se që më duheshin. Edhe do i vënë ngrirje, t'i bëjmë në një ditë burger, por i vëmë me koletrat e pjekjes që mos të më ngjitin në njëra tjetrën, një super zgjidhje. Kështu i ngriun edhe i vënë ngrirje dhe kur bëjmë burger, i kam gati. Si e radhës Too Good To Go. Kjo është furra jone e bukës e preferuar. E mora që parë. Edhe ka broj që ka bukë ka të gjitha. Tava ka dalë sa e mirë duket. Thash qofte që ngjera neksta, i futa në frigorifer, t'i bëjmë burger. Jam bë kështu sot. Kam bë punë të shtëpis, kam gatuar, kam bë lavatri që kam der, kam bë. Vetëm rroba s'kam e kuros edhe nuk kam palos, por do i bëjmë nesër. Edhe jam gjithë energji sot. Sa më shumë punoj, atë po i thoja dhe Andit, sa më shumë të punoj, sa më shumë kam edituar video, kam bë content për Insta, kam bë punë të shtëpis, kam gatuar, sa më shumë punoj, aq më shumë energji kam. Më kap në një ditë të rri aty horizontalisht në divan ose në krevat, thoj ti kjo, thoj stresi punët hallet në maksimum. Asnjë gjë po ju them. Nuk e di pse. Por këto ditë kam qenë shumë energjike. Problemi më të madh e kam kur ka qenë diell, edhe bëhet siç u bë hënën, vrentur, errësirë në atë ditën, aty mua sikur më bien krejt energjit, thjesht ta marr pak veten. Por thash, erdhi Andi, ti bëjmë bukën me vete. Andi ti bëj edhe sanduiça me vete që ti haj pas pune, para kursit, edhe bukë me vete, edhe mëngjes, të gjitha i do ky burrë i me vete. Andi? Të gjitha i bën gruaja të shtëpia. Kur pa gjithë këtë bukë, Andi tha nesër nuk du darkë. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. Mirë, dita YouTube-i është pranverë këti nga unë, o zot, ka dalë gjithë këtë diell, hapa këtë mbrapa, edhe një ditë kisha lënë xhamin mbrapa hapur, edhe ky komshia i kishte thënë Andit që gruaja jote kishte lënë xhamin hapur. Spimoni. Po dal tash, po iki deri tek një ferm, po iki të marr pak sallat. Edhe pastaj do vinë në shtëpi sepse kam ndërmend të bëj një gjell, por është një fermë dhe ka sallatë super të mirë, që kështu po ikë, kam shumë afër. As 3 minuta me makinë, por është e bezdisur të ikësh në këmbë sepse i bie në një rrugë të madhe, që kështu po ikë me makinë sa e kam më kollaj. Kam për të bërë edhe ca bashkëpunime, ca gjëra, o zot sa punë që kam, por po iki shpejt, në mëngjes çova Andin, çova postat, bëra gjitha ato gjëra. Domethënë ka qenë një ditë goxha produktive dhe ora është thjesht 11:30. Nobody knows me like you do. You just read my mind. Nobody gets me
kur t'i japin një shport që ta mbledhësh vetë sallatën, o zot sa herë mirë vjen edhe t'jap edhe mundësi që ta provosh kush të pëlqen më shumë. Pagova 4,20 €, po mora një qese të madhe me rukola dhe sallata të ndryshme. Edhe e kam mua afër shpiskët, edhe pse kam ardhur me makinë sepse e kam thashë, kam shumë vështirë të vi në këmbë këtu. Tani po iki sepse po pres. Your grace is love beyond all me. It breaks the chains and gives strength to the weak. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free. Erdha në shtëpi, u kënaqa shumë të sallata, nuk e di pse, mu duk si eksperiencë. Pastaj vajta te Aldi, mora një biftek për mua dhe fileto pule për Andin, e prita postën poshtë te dera dhe po e prisja se po shikoja që larg ku ishte, se pash me makinë që kur erdha. Edhe mora pakon, ma ka dërguar Beauty Labi, a ju besohet që unë kam bashkëpunime kaq shumë kështu të mira, nuk e di, mua akoma nuk më besohet, mua më duket si ëndër, ju kam thënë gjithmonë që unë kam pa YouTube që kur ka dalë në fillim fare me vlogje, me gjëra, që me Zoelën, që me Beth, jo të moçmet, kam pa jashtëzakonisht shumë, që kur isha në Poliçan adoleshente, edhe kur merrshin ato gjëra, nuk e di. Unë mendoja se ishin shumë të pasura që merrshin aq shumë gjëra, të harxhonin aq shumë lek, por tash e kuptoj që ato kanë marrë shumë PR, sepse kanë pasur me miliona followersa. Kur marr unë me kaq followersa, imagjino sa marrin këto që kanë 1 milion followersa, pafund, lek, PR, gjitha. Ne marrim PR në të veçlit, çfarë të bëjmë? Më ka dërguar Beauty Lab, më ka dërguar një trajtim të tërë për fytyrën time. E kam bërë me ata agenten që merret me influencerat në bazë të ezigjencave të fytyrës time. Unë kam një fytyrë këtu në Gjermani të thatë, por me tendencën e zonës të yndyrosur, por shumë e thatë fytyra këto kohë të fundit, edhe kam edhe pak hiperpigmentim nga dielli, që kështu më ka vënë një glow cream, më ka vënë këtë. Nuk i di shumë mirë sepse nuk jam një person që jam profesionist ose eksploroj shumë me kremrat e fytyrës, çfarë të kem përdor, por jam shumë kurioze që të përdor një linjë të tërë edhe të shoh se si do rezultoj fytyra ime sepse e ndjej shumë të thatë. Më ka vënë tjetër edhe diçka për të mbajtur barierën e fytyrës, për të mos lejuar që të ikë ajo lagështia nga fytyra, ajo moisturizing. Më ka vënë një serum, kështu. Ato gocat që merren me skincare janë like ersi shpjegoj mirë, ersi nuk janë ashtu, ersi janë kështu, por ersi kështu t'i shpjegoj. Këtë e kam provuar dhe është fantastik. Ky është larsi i fytyrës dhe është super perfekte. Nuk e di. E kam provuar kur kam qenë në Shqipëri. Është me vërtet super, 10 out of 10 dhe ky është transparent lab alcohol free, ky duhet jetë sunscreen, po. Ky është sunscreen. Ky është kremi diellit. Edhe ky e kam provuar, këto të dyja i kam provuar dhe me vërtet kam ngelur shumë e kënaqur. Këto të tjerat është hera e parë që do i provoj dhe t'i shohim. Më ka ardhur dje edhe një PR i Selectit që thash, tek ajo ishte edhe bluzja, por do ua tregoj dhe më vonë ato, se besoj se do ta as edhe nesër vlogun, se nuk e di se sa shumë content kam bërë. Këtu gjitha lulet janë tharë, përveç këtyre bukurosheve, karafilave. Në Poliçan të gjitha gratë e lagjes, të gjitha kanë një karafil në balkon. Nuk e di si është e lagja juaj, edhe unë kam një karafil në balkon, kam një karafil edhe një trëndafil. Tash po merrem me një reels që krijova content që ju thash, do postoj atë. Kam për të bërë edhe 2 reelsa të tjerë, për të i bëj nga sot edhe nesër, kështu avash. Edhe kështu njerëz do bëjmë edhe drekën se vajti ora 2, nëse iku ora për një herë. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light started
kjo shtëpia ime bëhet shumë rëmuje, kam të 1 milioner. Më blova edhe ca lule jashtë, shikoni, s'ka kënaqësi më të madhe se të mbledhesh lulet që i rrit vet. Ka plot aty, kam nxjerr shumë deg edhe kam lënë ca për bukuri, këto i mora thjesht për brenda, se vjen dhe ere mirë. Ndërkohë që pare pat që erdhi posta, ju kam thënë, lash nam. Kam në zyrtarisht nam me homon, po gjëre këtë, po më zhvilluar posta ime e vindet që ju thash që dërgova në mëngjes, kam shitur një palë pupa, më kam shitur në Francë. Franceza tashi! Kur isha në Francë nuk më duke njerëzit më të sjellshëm dhe më të dashur dhe më të duruar në botë. Edhe tashi, unë e qova në mëngjes të vinte di pako, tek story kur rinë ato, edhe me edhe përgjigja që do vej me datën 2-3. Kur të vej? E mirë, pas një 3-4 orësh, më vjen përgjigja që porosia nuk mund të dërgohet, dhe do të kthehet mbrapsht, se mora vesh pse, sepse kur hyte paqa e kësaj që do ta dërgoj, më del okej, më del që është në herne, aty ku duhet jetë, te pika e grumbullimit dhe po dërgohet. E tash më shkruan që zonja më thotë, "Mua pse ti e dërgove, pse nuk është sjell?" Edhe them, "Dëgjoj, na nuk varet nga unë sepse i shkruaj ta Vinted-it, e tash po pres përgjigjen." Nuk më duket, përgjigja jote nuk më duket e kënaqshme, më tha mua. Shumë fal, thash, po nuk varet nga unë, tash si mund ta bësh re, tash edhe unë du që ta shes normale se kam qenë në shitje produktin. Do e marrë një review të keqe në Vinted me sa duket, në qoftë asaj vete policia. S'ka marrë asnjë, kam të tëra 5/5. Por ajo nuk ishte shumë me duruar. Ndoshta na që edhe ka blet 2 ditë më para, unë sot e dërgova, nuk e di vallaj. Edhe nuk është se jam tu i bë vetes shumë stres për atë, po dërgua mirë, po si dërgua, okej, mirë, ato do shiten një moment tjetër. Unë të hëmoja, mora këtë super bluzen që e provova në dyqan. Më vjen shumë keq që është sold out, sepse është me vërtet shumë e bukur. Zgjodha këtë nga ato të dyja që provova, dhe pse një gocë më tha herë se ajo e para të shkonte më shumë. Unë vajta për këtë të dytën, sepse është më kështu, më elegante dhe më flowy. Imagjinoni sa bukur do duket në verë. Edhe me këto pantallonat linok shumë të bardha, do duket shumë bukur. Këto janë të Paper Miles, që mi ka sjell PR vjet. Edhe kjo, oh my god, sa bukur do duket. Edhe kam edhe një sipun e kësaj, më ka sjell një brand polak, Eyewear, më duket se ka emrin. Kam një kanatiere të zezë, po ajo është me lice këtu, një kanatiere, një bluzë të zezë, po ajo është me lica. Edhe me recipeta më duket kështu si jo bukur ta vesh. Nuk është se kam shumë qef të ekspozoj, bleva një bralet. Bleva një nga këto braletat kështu, njësoj si kur ishim adoleshente. E mora masalë që t'jetë pak e vogël dhe e ngusht, që të rrim mirë dhe që nga shumë mirë. Këto të dyja mora të hëmoja. Thash, kam lënë kokrën e namit me hëmon. Më ka dhënë prap një 30% çulje, edhe tash unë nuk dua të blej, po kur ato më japin mua skonto dhe nxjerrin koleksione kaq të bukura, ç'a të bëj unë? Ma thoni ju mua. You used to be the one, starring role in all my dreams, lost and then never found. You made a stranger out of me. Who's on your phone? 1 minute you're here and the other you're gone. Where do we roam?